pjesë e asaj që ka thënë kryeministri. Se më bën një gjë për shtypje. Pa shkuar tek 4 milion euro që janë dhënë në këto ditët e fundit. Kryeministri sot kemi nënshkruar një letër sigurie, një letër partneriteti. Çfarë është kjo letër në praktikën e punës së një qeverie me veprimtarinë e një subjekti privat që fton një këngëtar në rastin konkret, po mund të ftoj dhe ku diun se. Përgjithsisht, kur qeverisja është jo transparente, asnjëherë nuk merren vesh çfarë kanë nënshkruar, për çfarë është angazhuar paraprakisht qeveria dhe kryeministri. Vetëm kur fillojnë dalin gjërat në shesh si rasti konkret, atëherë merret vesh çka ndodhur. Kështu ka ndodhur dhe me kamrat inteligjente, në fakt është qyteti inteligjent, është nënshkruar një letër përpara, pastaj ka ardhur kontrata, pastaj ka ardhur patentër edhe prokurimi drejt për drejt. Është borxh, jo, atje është borxh. Flas tek instrumenti është një letër angazhimi. Kryeministri tha fjalë për fjalë që përveç sigurisë së mikpritjes, kemi ofruar mbështetje logjistike. Tani kur flasim çfarë është mbështetja logjistike në këtë rast? Energjia elektrike, kur flasim për ujë, logjistikën, infrastruktura e shërbimeve, infrastruktura aty ku kryhet aktiviteti. A kanë kosto, ka faturë financiare pas këtyre? Të gjitha këto kanë faturë financiare. Ndoshta ai këto i ka përfshin 4 milionë, që unë nuk e besoj. Jo, po nuk thot, ai thot ne kishim premtuar, i referojmë çfarë tha kryeministri, përveç sigurisë dhe mbështetjen logjistike. Pastaj lindi nevoja, thot që mbrëm të jepnim dhe 4 milion. Çfarë i duhet një koncerti? I duhet ambienti. Ambienti është privat. Stadiumi provizor. Nuk ka asnjë lloj transparence që me çfarë toke ndërtohet, kush ndërton, kush paguan e tjerë. I duhet fonia. Nuk ka asnjë lloj informacioni se çfarë. A duhet marrë leje nga autoritetet detyrimisht. Të gjitha këto që japin leje për ndërtimet kësaj natyre? Sigurisht, edhe për ndërtimet e përkohshme. Për sa kohë që ne ndalojmë fshatarin për mëndru tjegullat e shtëpisë, i kërkojmë të marrë leje, të paguajë dhe ca para. Do të thënë kjo ka kaluar në atë këshillin e... Të gjitha. Teorikisht po. Teorikisht po. Po s'ka transparencë në raport me qytetarët taksa paguesit. Ka një gjë tjetër